Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së dashit. Atëherë, sot do bëjmë parashikimin për muajin korik për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve, mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund të ndjekin dhe gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e dashit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, por dhe videot e muajit qershor sepse jemi akoma në këtë muaj. Gjithsesi shohim çfarë energjie do na vi në lidhje me shenjën tuaj. Atëherë ti përzi edhe pak. Dolën 2 letra. Në javën e parë kemi të bëjmë me energji të shenjave të ujit, energji të shenjave të ajrit, por dhe energji të shenjave të tokës. Gjithsesi, shoh që ju do keni flerte, do keni romanca gjatë fillimit të këtij muaji, por nuk e di do merrni një zhgënjim. Ju shoh që ju mungon dashuria ose ju mungon një person. Që ju dëshironi të keni një dashuri dhe ju mungon kjo dashuri. Në rastin tjetër mund të keni qenë në njohje, lidhje ose në marrëdhënie me një person dhe shoh që ky person do t'ju mungojë gjatë javës së parë. Ose ju do ndjeni pak të mërzitur, mund të merrni një zhgënjim, ose ju keni marrë zhgënjime, ndoshta edhe në një periudhë të mëparshme dhe kjo energji vjen dhe gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi, është një javë ku ju do keni flerte, do keni romanca dhe mund merrni dhe një zhgënjim nga një person që do flertoni. Në lidhje me marrëdhëniet, ju shoh që keni lajme të mira, ju shoh edhe në udhëtime, mund të jenë udhëtime të shkurtra ose të gjata, por ndërkohë nuk e di, do mërziteni pak, ju shoh sepse mund t'ju mungojë edhe ana emocionale në marrëdhëniet tuaja. Ndërsa për një pjesë tjetër, ju shoh që mund të ndjeni dhe shumë të lodhur gjatë kësaj periudhe, por mund t'ju mungoj dhe paraja, mund të keni shpenzime dhe është një javë që ju do ndjeni mungesën e paras, por ndërkohë duhet keni kujdes edhe në lidhje me shëndetin tuaj. Sepse ju shoh që ju gjithë këto lodhje që do krijohen ose që ju keni, gjithë këto mungesa që keni, do t'ju krijojnë një farë lodhje dhe kjo lodhje fizike që do keni mund të ketë lidhje, mund të shkaktojë dhe probleme me shëndetin. Gjithsesi, është një javë që duhet jeni të kujdesshëm në lidhje me, mund të keni dhe diskutime të ndryshme që mund të mërziteni pak ose mund të ndjeni pak të lënduar nga situata të ndryshme dhe kjo mund të ketë lidhje në lidhje me shtëpinë, me punën, me familjen në një rast. Në rastin tjetër mund të ketë lidhje te vendi punës, ku ju do merrni një lajm të mirë, por aty nuk e di, duhet keni kujdes se mund të merrni një zhgënjim në lidhje me këtë lajm. Dhe nga ana ekonomike ju shoh që është një javë me diskutime, ju do jeni në lëvizje gjatë gjithë kësaj jave, ndërkohë do jeni për të menduar ose do keni diskutime të shumta, mund të jenë edhe me familjen, në bazë të shpenzimeve që mund të keni gjatë kësaj jave. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Në javën e dytë, keni të bëni me energjinë e shenjës së luanit, energji zjarri, që jeni dhe ju vetë, energjia e shenjës së peshores dhe kemi 4 energji. Energjia e shenjës së luanit, energjia e shenjës së akrepit, energjia e shenjës së demit, por dhe energjia e virgjëreshës. Për gjithë ata që mund të kenë të bëjnë me këto shenja, por ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi, java e dytë ju shoh më të vendosur në qëllimet tuaja. Do ndjeni një energji dhe një forcë të jashtëzakonshme për t'i dhënë zgjidhje situatave të ndryshme. Por ndërkohë shoh që do mbyllni një cikël të vështirë për të filluar një cikël të ri të lumtur. Dhe kjo ka lidhje në lidhje me dashurinë. Në një rast, për disa prej jush,
Ju shoh që ju do gjeni forcën brenda vetes për t'i dhënë zgjidhje situatave të ndryshme që mund të keni pasur me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Por ndërkohë, shoh që ju do ta mbyllni duke i dhënë zgjidhje një situate ose në lidhje me një person, me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet, ju mbyllni një cikël të vështirë. Dhe shoh që do keni fillimin e një cikli të ri, të lumtur, gjatë javës së dytë. Por kur themi një cikël i ri i lumtur, nuk do të thotë që ky cikël i ri vjen fill mbas mbylljes së situatave. Do kohën e vetë, e rëndësishme është që ju filloni të ndryshoni, të hidhni hapa drejt një cikli ose drejt një faze tjetër të jetës tuaj. Dhe vazhdojmë, dhe kjo ka lidhje dhe në lidhje me punën, por dhe nga ana ekonomike. Disa prej jush mund të keni lidhje me gjykatat, mund të jetë një divorc, mund të jetë punë dokumentash. Dokumentat mund t'i merrni nga më të ndryshmet, por do ta mbyllni këtë situatë. Shoh që do ta mbyllni dhe sigur do të çliroheni nga kjo situatë, sepse ju shoh shumë të vendosur në qëllimet tuaja. Kjo ka blerë dhe në lidhje me anën ekonomike. Më falni. Dhe këtu kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së zjarit, që është energjia juaj, sepse jemi te 4 e shkopimve. Përsëri energji zjarri, energji toke. Ju shoh që ju do keni një takim me një person dhe do jeni dhe duke e festuar. Dhe këtu flasim në lidhje me të gjithë ata që mund të futen në një njofje ose lidhje, por ndërkohë dhe në lidhje me marrëdhëniet, ju shoh që ju do arrini të stabilizoni marrëdhëniet tuaja. Ju në fillim të javës së të tretë do dëshironi të hidhni themelet forta në lidhje me gjithçka. Dhe këtu flasim në lidhje me një dashuri, me një njofje që keni, ju dëshironi të bëni një takim me këtë person dhe aty do jeni duke e festuar. Por ndërkohë do ndiheni sikur keni hedhur themelet në lidhje me këtë dashuri. Në rastin tjetër, mund të keni dhe një fest gjatë kësaj periudhe, mund të jeni të ftuar diku. Dërsa në lidhje me marrëdhëniet në çift, por dhe nga ana ekonomike, por dhe në lidhje me punën tuaj, ju shoh që ju do arrini të stabilizoni situatat me projektet, me bashkëpunimet. Këtu flasim dhe në lidhje me marrëdhëniet tuaja familjare ose me fëmijët tuaj, por ndërkohë shoh fillime të reja me shumë pasion. Mund të jetë fillimi një dashurie të re, ku ju do ndiheni shumë entuziazëm, do jeni duke festuar këtë gjë. Por i shoh që në fund të javës së tretë ju do ndiheni në dilema. Mund të jeni midis dy personave, mund të jeni midis dy situatave, mund të jeni midis dy punëve ose dy situatave ekonomike. Ju dëshironi ndoshta të bëni një investim, mund të keni dy opsione, një partneritet, një bashkëpunim, ose një biznes, nuk e di, por ju shoh që do ndiheni pak në dilema. Për një pjesë tjetër, ju shoh me këto fillime të reja, ju do arrini të vendosni ekuilibra në lidhje me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet, por do vendosni dhe një lloj ekuilibri, dhe këtu flasim dhe me marrëdhëniet familjare, sepse jemi në energjinë e dielli hyn në shenjën e Gafores, që ka lidhje me familjen më tepër, ose me marrëdhëniet familjare, por edhe në lidhje me punën. Dhe ju shoh që ju do arrini të vendosni një lloj ekuilibri gjatë kësaj periudhe. Dhe këtu po të shohim, kemi energjinë e hënës dhe të diellit. Domethënë, ju do arrini ndoshta të dilni nga disa paqartësi, ose disa gjëra do dalin në dritë gjatë kësaj periudhe, dhe ju do arrini të vendosni një lloj ekuilibri. Dhe këtu flasim si në lidhje me kontrata, do keni kontrata të rëndësishme, mund të jetë fillimi një projekti, një bashkëpunimi, partneritete të reja, por ose mund të jetë një aktivitet privat që ju mund të filloni. Gjithsesi ju shoh që ju do t'i shikoni gjërat më qartë. Mund të keni disa paqartësi, por ju do t'i shikoni gjërat më qartë dhe do arrini të vendosni një lloj ekuilibri. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e 4. Dhe kemi rrotën e fatit, kemi 4 energji përsëri këtu, kemi energjinë e shenjës së Demit, shenja e Akrepit, shenja e Luanit dhe shenja e Virgjëreshës. Dhe jeni përsëri në energjinë tuaj të shenjës së Dashit.
Dhe këtu kemi përsëri energjinë e shenjës së luanit, por dhe karocën. Dhe ju shoh që fati do t'ju ndihmoj në javën e 4. Ju do t'ju ndihmoj fati në lidhje me njofjet, me një njofje që do bëni në fillim të javës së 3, ku ju ndoshta do vendosni një lloj ekuilibri në lidhje me këtë fillim të ri. Do ndiheni pak në dilema, por gjithsesi ju shoh që ju do t'jepni drejtim, do t'i çoni gjërat para me këtë person. Jeni në pritje, mund t'jeni në pritje të një përgjigjeje nga ky person. Mund t'jetë një person në distancë, mund t'jetë distancë e shkurtër ose e gjatë, por ndërkohë ju shoh që ndryshoni këndvështrim në lidhje me dashurinë, me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet, dhe ju do filloni të bëni plane afatgjata. Do jeni duke menduar që nëse ju futeni në një njofje, atëherë kjo njofje të ketë perspektivë, të shkojë më përpara. Ose nëse ju jeni në njofje, lidhje, të kaloni në një finalizim ose ju mund të kaloni në një bashkëtesë, në një martesë, në një fejesë. Por ndërkohë ju shoh që do t'i jepni drejtim, do gjeni forcën për t'i çuar gjërat para, për t'i dhënë drejtim gjërave. Ndërsa në lidhje me punën dhe aty do t'i çoni gjërat para, fatin do ta keni në anën tuaj. Dhe ju shoh që do t'i shikoni punën, edhe punën do ta shikoni më në perspektivë, projekte, bashkëpunime, kontrata të rëndësishme që do bëni gjatë këtij muaji, por edhe në lidhje me partneritete, me karrierën tuaj, por dhe gjithçka që ka lidhje me punën. Ju mund t'i merrni pozicionet e punës ashtu si i keni. Gjithsesi do t'jepni një drejtim më të mirë situatave. Ndërsa në lidhje me anën tuaj ekonomike, dhe aty shohim që ju do t'i çoni gjërat para, mund t'jeni duke menduar ndoshta edhe për të pasur disa kursime ose diçka tjetër, do mendoni për perspektivën tuaj, dhe ju shoh që ju do t'i jepni drejtim. Ndërkohë ju shoh në udhëtime që në fillim të këtij muaji, por dhe në fund të muajit, ju mund të shkoni dhe me pushime gjatë këtij muaji, sepse ju shoh shumë festiv në fillim të javës së 3. Por ndërkohë ju shoh që ju do mbyllni edhe punën, disa situata që ju kanë lodhur në lidhje me familjen, me marrëdhëniet, me shtëpinë, me anën ekonomike ose me punën tuaj, dhe ju dëshironi të çliroheni për të bërë disa pushime. Dhe ju shoh që do jeni shumë festiv gjatë javës së 3. Gjithsesi, është një muaj fantastik, sepse ju shoh në flerte, në romanca, lajme të mira. Ju do harrini të vini një drejtësi ose të jepni zgjidhje problemeve të ndryshme që keni. Disa mund të kenë lidhje edhe me gjykatat, me prokurorit, ku do t'i mbyllni situatat. Do hidhni themelet forta në lidhje me gjithçka. Një pjesë për jush në lidhje me dashurinë, pjesa tjetër varetësisë, ku do dëshironi ju që të hidhni themelet forta në lidhje me punën nga ana ekonomike, me kontrata të ndryshme. Por e rëndësishme është që fati do t'ju ndihmoj gjatë këtij muaji. Dhe unë do marr një mesazh nga Anglit për të parë se çfarë ju thot për muajin korik. Atëherë, një mesazh. Dhe kemi janë të kthyer përmbys. Kemi energji zjarri përsëri. Thot që do merrni vendime të rëndësishme. Ju do harrini të pozicionoheni, dhe kjo ka lidhje me, tham këtu, me që ju dëshironi të hidhni themelet forta me 4 e shkopinjve, por gjithsesi kjo ju thot që ju do merrni vendime të rëndësishme, ju do harrini të gjeni vendin tuaj, të pozicionoheni. Dhe kur themi të pozicionoheni në një njofje që keni. Në rastin tjetër, në lidhjet ose në marrëdhëniet tuaja, ju të pozicionoheni aty ku duhet. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me karrierën, ku ju do pozicionoheni, ndoshta në një pozicion që ju vërtet e keni kërkuar, sepse ju shoh në lëvizje gjatë gjithë kohës, por duhet të zgjidhni edhe disa situata, thotë. Dhe këto situata mund të kenë lidhje me dashurinë, mund të kenë lidhje me punën, por mund të kenë lidhje edhe me anën ekonomike ose marrëdhënie familjare, marrëdhënie shoqërore, me partneritete ose bashkëpunime të ndryshme. Gjithsesi, është një muaj fantastik në lidhje me ju. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve,
Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexiime private, mund të kontaktojnë te WhatsAppi ose në adresën e emaili. Juftoj të ndiqni, juftoj dhe një herë të ndiqni videot e këtij kanali, videot e javës, por dhe videot e muajit qershor, por dhe me tema për dashurinë ose tema të ndryshme. Atëherë ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, dëgjohemi në video të radhës.